Zonja Iqbale. Po, përshëndetje. A je mirë? Mirë jemi, mirë, pak të shqetësuar për shkak të padrejtësive që po na bëhet. Për çfarë të ndodhi ty tani? Çfarë ke bërë tani? Mirë, po kam problem se burri im është shqetësu shumë dhe më falni të analizonin. Tani, shiko, të bëjmë disa, zonja Iqbale, se nuk të njohin njerëzit, të kanë para ty që ti ke folur në protestë. Nuk ka folur më zhgënjeshtë edhe kjo? Nuk ka folur, okej. Nuk edhe mund të flasë, mo. Po mund të folur. Minut. Dhe për shkak këtyre lajmeve këtyre. Zonjë, nga jeti tani, nga je eksakt me origjinë? Unë jam nga Prizreni. Prizreni? Gjysh. Jam me priardhje Berisha jemi, pra familja babës tem. Nga Berish shumë, edhe këtu të ne, edhe aty të ju shumë Berish. Nga Shqipëria një pjesë, ashtu pra. Për ndryshe jetoj në Prishtinë. Tani, si u ndodhe ti, pse erdhe ti në këtë protestë? Shikoni, pjesëmarrja në protestë është një drejtë demokratike i çdo personi që... Jo, nuk po them që s'ket drejtë. Si erdhe, si e kape këtë gjë dhe si erdhe, dhe çfarë kërkon në përmjet kësaj proteste? Çfarë të shqetësoj që erdhe? Erdha me vetur, me bashkëshortin tim. Shumë bukur, po çfarë të shqetësoj? 100 euro blejta ujë dhe shpërndava tek protestuesit dhe unë si një person që kam një edukim dhe një rritje, si një person që jam rritur me fe dhe me vlera humane, mua më shqetësoi situata e popullit tim shqiptar në Shqipëri. Ti mendon që po vuan ky popull? Dhe erdhe? Dhe një person që nuk brengoset për problemet gjenerale të një shoqërie, të një populli, ato nuk ja vlen t'i themi edhe njeri. E lere mosh shqiptar. Pse të shpallën në ngrata? Nuk e pash. Pse të shpallën në ngrata? Çfarë të lexuan kur të thanë në ngrata? Çfarë të dorëzuan? Ata e din vetë. Mirë po, pretendimet e tyre janë të pasakta dhe unë do të ngrisë lënd në gjykatën administrative në Shqipëri, sepse me nëngratat e tyre, që duhet t'i ketë Edi Rama dhe Lamallari, ata duhet të jenë nëngrata për të padëshiruar për tërë trojet shqiptare. Une e kisha prit me shumë dëshirë nëngratën e Vučićit e jo Ramovićit. Dhe kjo më ka bo shumë padrejtësi dhe nëse ka nevoj, unë kam e shku edhe në gjykatën e Strasburgut, pasi që Shqipëria është në Bashkimin Evropian, e në Kosovë nuk mundem. Është drejta jeme me marë pjesë, si që kanë marë shumë blogere nga Amerika, nga kuta di unë, non gratë, le ta marim për vete zotërinjët, le ta marim për vete jam okej për gjitha këto. Edhe asaj, vetëm pak ju lutëm, edhe asaj zonjës me mask, ju ja akuzojnë, zonja Iqbale, ju akuzojnë për marrëdhënie me Iranin, flamurin e Izraelit dhe ju nuk keni investigu me këshyrë kush është ajo që ta shpallni në ngrata, sepse Shqipëria nuk është antisemiste. Por gjithmonë ka prit, gjithmonë ka qenë një koqire e shumë refugjatëve, ndashe iranianëve që janë mujahidin, ndashe jevrejve në kohën e Hitlerit, prandaj Shqipëria nuk është vend antisemist, por është një vend që don atë dheun dhe pa atë dhe nuk ka zot për mu. Prandaj, për mu, pa atë dhe ka zot dhe ka fe. Ju jeni ndaluar, arrestuar në vitin 2020. Pse? Ajo është e kaluar, edhe unë e presë... E kaluar është jeta jonë. E shkuara, zonja Iqbale, është jeta jonë. Okej. Ja, unë kam jetuar gjatë, po e shkuara është jeta ime.
Shikoni, ajo ka qenë e kaluar e shkuar para 5 viteve. Dhe falë... Po që ke berë aty ti që të morën ata? Duk të kanë marrë kote? Dhe falë organeve të drejtësisë të Kosovës, i falenderoj përzemërsisht, që e kanë tregu pafajësinë time, sepse kanë qenë pretendime të pasakta për kryerjen e veprave terroriste, e une nuk jam terroriste, që 5 vite jam pa punë, prandaj e falenderoj gjykatën e Kosovës që si vjetë janë duke ma përgatitur dëm shpërblimin me 6 shifra. Prandaj, të gjithë ata që më kanë akuzuar me non grata, Ke dale pa fajshme. Militant të më kanë kryuar, Nuk e di ma se është e fajsh, ma se pa fajsh. Unë nuk guxoj të dalë në qytet. Shikoni komentet. Unë kam nga aspekti psikologjik, shpirtëror, burri im është i smur në dyshek me Parkinson. E mbaruam tani se... Tani ti buri tani edhe mund të kujdesesh pak më shumë për burin se për këta protestën, se këta e bëjnë vetë. Tani jo, në burg sa kohë ke qenë ti tani? Parkinsoni është i lidhur me emocione, zotri. E qartë. Kuptova. Kanë shkel padrejtisht. Unë do t'i Zonja, po thotë që prej linqimit publik po më shkatrojnë jetën, më e kupton Ministrinë. Nuk duhet kjo. Ku ka përfunduar? Tani non grada ti s'vjen dot me këte. Ja. Non grada të bën këta nuk vjen dot metem. Në Shqipëri nuk vjen dot. Zotëri, të më kishit thënë në Serbi nuk shkoj dot, kishte me qenë ma e mirë. A kjo ma keni kriju një plan, që ende nuk mu ka shuru nga padrejtësit që mi kanë boj prokuroria e Kosovës. Dhe unë për këto kom e kërku përgjithësi, qoftë edhe në Strasburg. Bravo të qoftë i kërkoket gjitha. Thaj, këto njerëz se nuk kemi hallën e kësaj. Këtë kemi raport me protestën, jo me gjithë hallet që ka jonë Jo se ke halle shumë, thot Bushati, dhe të gjitha këto halle nuk t'i përballojmë dot në, sidomos ne se nuk na dëgjon dhe njeri. Ne vetëm të flasim këtu dhe i ikim tani, e kupton? Inshallah bëhet mirë për tyre të gjitha, po me Iranin me këto jo lidhje. S'ke që të akuzojnë këta. Nuk kam në asnjë lidhje, mirë po, kush ka dëshirë me vërtetu, shkoni të prokuroria, kërkone prokurorin tim të nderuar. Në Kosovë? Po, Okej. Afrim Shefkiun, edhe aju jep të gjitha dokumentacionit që unë jam e pastër, edhe pres dëm shpërblimin. Zonja Ekbade, unë falenderoj shumë. Ka përse, po unë kisha pas edhe diçka me shtu për protestën. Thue, pa tjetër. Shikoni, një popull, kur i bëhet padrejtësia, i bëhen lloj shtypje zullume, ai popull vetë djesohet, dhe pastaj ndërgjetësohet, dhe rreptohet, edhe rebelohet besa, dhe është në gjendje me i rëzu fuqit më të mëdha. Unë thash se zonja Ekbade vetëm fetare këshu e ditë, po ti qenë ke edhe politologe edhe këshu. Unë të falenderoj shumë që na ndihmove. Mërëme sot me dhe njerëzit besoj të shta kanë kuptuar nga këto që the. Sukses e protestuesve, mos u ndalni, kërkoni të drejtën tuaj. Zonja Ekbade? Faleminderit dhe na vjen keq për linqimin publik që u ka bërë kryeministi, domethënë. Fjala e popullit është më e fortë se sa të gjitha fuqitë e botës. Faleminderit shumë. Miru pafshim. Miru pafshim, natën e mirë.